nuk kanë ambicie as perspektivë për të rritur si individ. Bëjnë muhabete bazike dhe madje shumica nuk din as të flasin sakt. Se mendoj që një përdej shakave që bëjmë në një nga arsyet është që edhe femrat edhe meshkujt mendoj që i gjithë brezi jon ka arritur në këto muhabete shumë boshe dhe të cekta, pra nuk është që ti ulesh të bën, pra small talku është më kryesore, nuk është që ti ulesh të bën muhabete më të thella apo të marrësh, me vërtet ta njohësh dikë, të thot, nuk e di unë të ulesh aty dhe ai thot, mbaj mend një herë kur am qenë, po tregoj një histori, nuk kam as histori, nuk ka asgjë. Un kam përshtypjen që gocat janë shumë më të artikuluara, më të zgjuara dhe inteligjente se sa çunat. Nuk dua të jem përgjithësuese, por fakti që ka kaq shumë vajza që ankohen që meshkujt nuk din të flasin kur janë në takime, do të thotë që trendi është që çunat nuk din të flasin, nuk din të komunikojnë, nuk din të iniciojnë një bisedë